kur do të vdesësh, nuk do të merr asgjë për kësaj bote, përveç asaj që ke përgatitur për botën e amshueshëm, për botën tjetër, për në ahiret. Ki dhënë sadaka, lëmosh, ke fshi lotin e jetimit, ja ke ngi dikujt barkun, ke ndërtu diku një xhami, ke hapur diku një bunar, e ki bo diku një segjde. Këto janë ato vepra të cilat nesër kanë me të pështu edhe kanë me të intervenu para madhënisë Allahut subhanahu wa ta'ala. Thotë Allahu azza wa jalla: Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. O ju të cilët keni besuar, keni frikën e Allahut dhe le të shikojë secili prej juve se çfarë ka përgatitur nesër te Allahu subhanahu wa ta'ala. Fisi jot, vetura, shtëpia jot, nesër te Allahu azza wa jalla nuk kanë me ndërmjetësu, as nuk i me pa. Te Allahu azza wa jalla nesër vepra jot, puna jot, namazi, zeqati, këto janë ato vepra të cilat kanë me të ndërmjetësu dhe kanë me të pështu para madhënisë Allahut subhanahu wa ta'ala. Kështu që mundoju, përpiqu që të bën punë dhe vepra të mira, të cilat vepra nesër të pështojnë dhe të intervenojnë edhe të futin në xhenetet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu na mëson.